Interes i lartë nga të rinj student në qytetin e Kavajës për studimet e larta, por me mungesë informacioni institucional mbi organizimin. Në ambientet e jashtme të kinemasë së qytetit Aleksandër Mojsiu u zhvillua panairi i edukimit Work dhe Study, një aktivitet që synon orientimin akademik dhe profesional të maturantëve përpara zgjedhjes së universitetit ku ata do të vendosin të studiojnë. Gjatë gjithë ditës, dhjetëra nxënës të shkollave të mesme vizituan stendat informuese, duke u njohur nga afër me programet bachelor dhe master, kriteret e pranimit, si dhe mundësitë e punësimit pas diplomimit. Mes institucioneve pjesëmarrëse ishin universitete publike dhe private, si Epoka University, Aldent University, përfshirë Universitetin e Tiranës, ku mori pjesë edhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, si dhe Albanian University, i cili prezantoi ofertën e tij akademike me staf të kualifikuar, laborator bashkëkohor dhe mundësi praktike për internship. Maturantët shfaqën interes të veçantë për degët më të kërkuara në treg, kostot e studimit dhe perspektivat e karrierës. Megjithatë, ndonë se pjesëmarrja ishte ndër më të lartat e viteve të fundit, aktiviteti u zhvillua pa një njoftim të qartë zyrtar apo program publik. Theksim te pyetja që ngrihet. Nuk u bëj ditur organizatori kryesor. Lista e plotë e universiteteve pjesëmarrëse apo mbështetja institucionale, çka ngre pikpyetje mbi transparencën dhe koordinimin e eventit. Panaire të tilla mbeten një mundësi mjaft e rëndësishme për komunitetin, duke i ndihmuar të rinjt të marrin vendime më të informuara për të ardhmen e tyre akademike dhe profesionale.